Besimtarët, sidomos që kanë agjeru me vite dhe vjen koha që nuk munden për shkak shëndetit, sidomos ata që janë shtyrë në moshë që nuk është se kanë ndonjë sëmundje shumë të rëndë, po vetë mosha e ngarkon agjerimin. Edhe kemi edhe familjarë dhe pyetje shumë, domethënë pletë shumë të shtyrë në moshë, vetë se don me agjeru. As nuk i intereson mjek, as ilaç, thotë 70 vjet kam agjeru, nuk muj me prish. A ma mirë me agjeru, a ma mirë me prish, kur është njeri i smut të dy rastet, edhe të moshuarit edhe të smundje e rëndamtë. Dhe që kjo çështje është shumë e rëndësishme të ketë parasysh sepse në disa raste kemi disa persona që mundohen që t'ia letojnë veten ndoshta shumë për diçka shumë të lehtë, kalojnë në lehtësime, qoftë me ndonjë grep ose diçka e ngjashme. Sigurisht që ky grup nuk lirohen prej agjerimit, ndërsa të moshuarit, të shtyrët në moshë dhe të sëmuarit që kanë arsye dhe Allah azza i ka liruar prej agjerimit, atëherë dietar ka thonë që nëse sëmundja e rrezikon shëndetin e tij dhe ka frikë që i përkeqësohet gjendja apo ndoshta mund të marrë edhe tek vdekja apo diçka e ngjashme, atëherë e kanë përmendur dhe kanë thonë që agjerimi në këtë rast është i ndaluar. Prandaj e kanë obligim me prish agjerimin duke ruajtur shëndetin e tyre sepse Allahu te barekuhu teala na tha në Kur'anin famlar wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Mos e mbytni veten tuaj apo mos e hodhni veten tuaj në humbje. Do thotë Allahu te barekuhu teala i ka dhënë rëndësi të veçantë shëndetit, prandaj ai i cili i rrezikohet shëndeti i tij duhet gjithsesi ta prish agjerimin e tij dhe pastaj ta kompenzoj atë nëse ka mundësi me agjerim apo me fidje.